Allahun e falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Udhëzuesi ynë është vetëm Allahu xhalla xhelaluhu ve xhalla shanuhu. Paqja qoftë mbi Muhamedin alayhi salatu wassalam, familjen e tij fisnike, shokët e tij dhe gjithë ata të cilët e ndjekin dhe e pasojnë këtë rrugë të drejtë. Tema të cilën do të trajtojmë kësaj radhe është zemra e shëndosh. Si shëndoshet zemra? Si është vitale kjo zemër? Është ajo zemër, siç thot Allahu në Kur'an, "Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub." Me të vërtetë me përmendjen e Zotit qetësohen dhe rahatohen, akomodohen zemrat. Është ajo zemër e cila përpjeket përzimin e diturisë të pastër dhe shëndosh. Është ajo zemër e cila përpiqet për të vënë në vend amanetin që ju dha njeriu që është Islami. Është ajo zemër e cila është e përkushtuar në adhurimin ndaj Allahut xhaleshanehu. Është ajo zemër e cila është e dedikuar pra dhe e përkushtuar në ibadet. Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam në lidhje me këtë çështje, nëse një pjesë e trupit është e semur, është i tërë trupi i semur. Por edhe nëse një pjesë e trupit është e shëndosh, është i tërë trupi i shëndosh. Dhe ajo është pra zemra. Çështja e zemrës, përmirësimi i saj përmirësohet me vepra të mira, me punë të mira. Nëse Allahu ta ka dhënë një mundësi me fol për fjalën e tij, fol, mos u ndal. Nëse Allahu ta ka dhënë një mundësi me praktiku diçka në këtë rrugë të Islamit, praktikoje, mos u ndal. Edhe fjala Islam duhet kuptuar me tërë kompleksitetin e saj, me tëra prizmet e saj, me tëra binomet e saj. Islami duhet kuptuar katërcipërisht. Jo në ta ngërthejmë atë në një darë të ngushtë dhe ta ngushtojmë. Islami është i gjerë. Islami është përmendje ndriturit, përmendje hapurit. Islami është qetësi në zemrat e njerëzve. Allahu zbret qetësi në zemrat e besimtarve. Zemra e cila e don të mirën nuk ndjehet rahat kur e shen të keqen. Nëse një njeri e shen një të keqe, le ta ndryshoj atë me dorë. Nëse nuk mundet, atëherë të flas, të thotë, jo, nuk bën kjo, nuk është e mirë për shoqërinë tonë kjo. Nëse edhe kjo, atëherë thotë, ta urrej atë me zemër. Wa dhalika ladaful iman. Dhe kjo është dobësi për imanit. Besimtari që ka zemër të pastërt, besimtari i cili nga zemërmirësia e tij e fal namazin, sepse po nuk e pa të zemrën e pastërt, as namaz nuk mund bën, sepse zemra është e mjegullume, është e rrësume. Çështja e zemrës është sikur disa pika të zeza të vendosen atë. Shumë pika të zeza bllokohet zemra. Siç thot Allahu në Kur'an, "Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa wa lahum adhabun adhim." Për ata të cilët ju kam volosur zemra, Zoti na ruajt. Allahu thot, "Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim." Allahu ka blloku pra zemrat e tyre, shikimin e tyre, dëgjimin e tyre. Ata janë mjegullnoj pra. Prandaj na duhet lutemi për ta. I duam ata. I kemi në sytë e mendjes dhe të zemrës. Imanlia, besimtari që ka frikë Zotin dhe e don Zotin, është ai që ka zemrën e lidhur me Allahun xhaleshanuhu. Sikurse i riu prej të rinjve që do të jenë në hijen e arshit të Allahut, është ai i ri i cili e ka lidh zemrën e tij me xhamin. E lidhja e zemrës me xhamin do të thotë lidhja me Allahun, se xhamia është një objekt me tulla, me qeremine, me beton. Ajo është faltore, vend ku falet njeriu. Xhamit, e kam thënë dhe do ta them, janë spitale për zemrat e njerëzve të sëmur, jo muzeume për njerëzit e mirë. Prandaj, kjo zemër e cila përpiqet në këtë rrugë të pastër, të çiltër si loti, Allahu xhaleshanuhu do t'i jap shumë të mira, begati dhe bereqet.